Zonja Zotrin, të dashur qytetarë të Republikës, unë dhe gjithë LDK-ja jemi të vetëdijshëm për shqetësimin tuaj mbi gjendjen politike në vend. Krizat e vazhdueshme, përplasjet e pafundume dhe zgjedhjet që përsëritën pa prodhuar zgjidhje janë bërë rutinë politike tash e 2 vite. E kuptoj frustrimin tuaj, e kuptoj dëshpërimin tuaj, mbi gjitha e kuptoj dhe frikën për të ardhmen e shtetit tonë. Kjo nuk është Republika që kemi ndruar ndonjëherë. Larg jemi kësaj Republike, shumë larg madje. I shtyr nga kjo ndjenjë e njëjtë gjatë javëve të fundit me respekt plot për rezultatin zgjedhor dhe për votën tuaj. Kam zhvilluar takime me të gjithë aktorët politik në vend. Qëllimi im ishte i qartë, të jepnim fond blokadës dhe ta kthenim vëmendjen te puna e vërtet për Republikën tonë. Kam ofruar bashkëpunim programor e parimor, kam ofruar dhe njerëzit më të mirë të LDK-s, kam ofruar ide transformuese për Kosovën dhe një model të qetësisë institucionale. Kam besuar fort se me LDK në institucione, punë të mira për vendin do të bëheshin, gjithse orientimi ynë properendimor do të merrte siguri e do të merrte formë. Lëvizjes vendosje ja kemi njohur të drejtën për të pasur kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit, siç ka vendosur populli i Kosovës. Për LDK-n kemi kërkuar një rol të denjë ekzekutiv dhe përgjegjësinë e presidentit të Republikës. Për të bërë punë të mira, fundja, duhet të kesh mundësitë e tilla. Kemi besuar se njerëzit më të mirë të partive tona mund të shërbenin bashkërisht vendit në të gjitha institucionet tona, se vendi mund të kishte qetësi e ne më në fund mund të bënim punë të mëdha për shtetin. Fundja, për këtë jemi në politikë. Ky propozim fatkeqësisht u refuzua. Qëllimi ynë i mirë u paraqit si kërkesë disproporcionale dhe si apetit i pangovur për pushtet. Në kthim, LDK-s ju ofruan vetëm 3 ministri, gjërsa për vete mbanin gjithë ekzekutivin, kryeministrin e kryetarin e kuvendit. Një disproporcion të tillë s'mund ta pranonim. Për më tepër, sulmet e vazhdueshme publike ndaj LDK-s e cënuan besimin, pa të cilin nuk mund të ndërtohet asnjë partneritet i ndërfillt, sepse partneritetet nuk ndërtohen vetëm mbi numra dhe ndarje pozitash, ato ndërtohen mbi respekt ndërsjellë dhe parasi në dinitet. Forca udhëheqëse është në kapërcimin e dallimeve kur ato janë vështirë të kapërcyeshme, jo në nxitjen e këtyre dallimeve. Por për te mënyrës se si u trajtua oferta jonë e vullneti mirë që kishim për vendin, një realitet që nuk mund ta shpërfillim vazhdon të na rëndoj. Republika jonë vazhdon të jetë në pasiguri kushtetuese dhe institucionale, e kriza nuk duket që ka një fund. Përkundrazi, ajo përëndohet çdo ditë e më shumë. Në këtë drejtim, LDK-ja nuk do të lejoj që kërkesat e saj të përdoren si alibi për vazhdimin e kësaj gjendje. Prandaj sot, LDK-ja është tërhequr nga çdo kërkesë propozita. Nuk kërkojmë pjesëmarrje në qeveri, nuk kërkojmë asnjë ministri, nuk e kërkojmë as kryetarin e kuvendit dhe heqim dorë edhe nga kërkesa për të udhëhequr institucionin e presidentit. Nëse nuk kemi mundësi për partneritet, nëse LDK nuk shihet si partner, atëherë nuk mund të bëhet simbolik. Lëvizja vetëvendosje le ta ketë kryeministrin, kryetarin e kuvendit dhe tërë qeverinë. Le të qeverisë me 61 votat e veta, nëse kështu e ka parë vërtet qeverinë. LDK-ja do qëndrojë në opozitë me dinitet dhe vendosmëri. Nuk do të jetë as dekori ndonjë pushteti, por as lebi e dështimit. Më vjen shumë keq që vullneti ynë nuk u kuptua për atë që vërtet ishte. Pavarësisht këtij qëndrimi, LDK-ja nuk do shndrojë zhgënimin politik në bllokatin institucionale. Jemi të gatshëm të bisedojmë me bindje të plota për zgjedhjen e një presidenti që mbron interesat e Republikës tonë dhe kushtetutën e saj, që e përfaqëson unitetin e popullit dhe që ushtron përgjegjësinë kushtetuese përfshirë udhëheqjen e politikës së jashtme, duke mbrojtur interesat e shtetit dhe vetëm të shtetit. Për këtë kontribut nuk kërkojmë asnjë pozitë dhe asnjë kompenzim politik. Stabiliteti i shtetit nuk është mall për shkëmbim. Le ta zgjedhin gjithë bashkë, natyrisht ata që duan të zgjedhin, presidentin që e mbron Republikën dhe Kushtetutën, le të zgjedhin një president që është vërtet i Kosovës. Dhe nga ky moment, askush nuk ka më arsye, as alibi dhe as të drejtë ta vonoj konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë dhe nisjen e bisedimeve për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Jemi vonë të mos humbim më kohë. Tregojeni tani veten. LDK ndërsa nuk është këtu për sot, as për politika ditore,
LDK është për Republikë. Gjithmonë ka qenë, gjithmonë do t'jetë.